Sotë? Atëhere ishte mungesa e informacionit dhe përballja me një akuzë e cila të vendos në dilema, sepse veshin në kohë të para 12 vjetëve, 13 vjetëve, dhe asnjëri nga ne nuk mban mend çka ka hëngër dje, jo më çfarë mund të ketë bërë para 14 vjetëve, apo 16 vjetëve, mund të quajmë. Marrja e telefonit, zbërthimi atyre, marrja dhe 2 fashikujve të tjerë të cilët ne kërkuan për çështjen e përgjimeve ambientale apo edhe telefonike, sigurisht që përfundoi dhe mbylli komplet puzzle-in e dosjes, ku në një farë mënyrë qartësoi nxjerrjen nga konteksti të gjitha mesazheve në akuzë, pra tregoi që ishte një akuzë politike, metodologjia për hir të vërtetës që unë përdora për të ballafaquar çdo mesazh dhe çdo të dhënë, i dha kuptim të gjithë mbrojtjes për sa i përket fibrës optike, ndërkohë që kam edhe 3 seksione të tjera, që është interkoneksion, ligji minierave dhe hetimi pasuror. Gjë që janë po përsëri ligji minierave është dhe interkoneksioni janë të cituara në bazë të mesazheve, pra ka disa mesazhe që janë pa kuptim dhe ndërkohë ka shkresat dokumentat shkresore të cilat vërtetojnë të kundërtën e asaj që thot akuza, dhe që kështu pat detyrimisht duhet të ballafaqojmë, se nëse merret i pandehur Ilir Meta për 2 vendime që ka firmosur Edi Rama, një për vendimin e 15 janarit të 2014-s të vendimin e qeverisë për VKM dhe një për vendimin e KKT-s numër 2 të 5 maj të 2015-s, atëherë Spaku pretendon që unë kam ushtruar ndikim të paligjshëm kundër shpërblimit ndaj Edi Ramës, kështu që automatikisht fundorja e gjithë këtij procesi është Edi Rama, kështu që dëshmia e tij është domethënëse dhe shumë e rëndësishme për të vërtetuar dhe për të thënë nëse cili ka qenë ndikimi që Monika Kryemadi ka ushtruar ndaj Edi Ramës. Pra i ka vënë pistoletën nga koka Monika Kryemadi që ka firmosur këto gjëra apo e ka bler. Pra të vitë të dëshmojnë në këtë gjë. Dhe pastaj po kështu është edhe procesi dhe metodologjia e gjithë tjetër, për të vajtë ke ligji minierave që nuk ka lidhje fare nga ajo çfarë pretendojnë ndërhyrjen e Zamir Manës, sepse është komplet gjë tjetër, duke parë proces verbalet e mbledhjeve të komisionit, duke parë proces verbalin e parlamentit, duke parë proces verbalet e gjithë sistemit të votimit të komisioneve, qoftë komisionit ekonomisë, qoftë komisionit ligjeve, qoftë komisionit të veprimtarive prodhuese, është një komplet format tjetër. Jam e bindur që dhe faktikisht kjo është, por pavarësisht se njerëzit gjithmonë janë skeptik ndaj politikës, ishte një akuzë politike, të cilën kjo është fatura që paguajnë të gjithë politikanët në këtë mënyrë, duam apo s'duam ne. Faleminderit dhe juve, pushime të mbara, shihemi në